Mësimi i dytë me radhë, namazi. Wa aqimu salat wa itau zakat. Dhe falë namazin dhe jepni zakatin, thot Allahu i Madhrishëm Kur'anin famlar. Namazi është shtyllë prej shtyllave të Islamit, i renditur në rendin e dytë fill pas shahadetit. Namazet janë 5 kohët e tyre të caktuara dhe namazi duhet të falet në kohën e vet të caktuar. Prandaj namazi është rritje e besimtarit, pastrim i besimtarit, ngritje e besimtarit. Es-salatu mirajul mu'min. Pra, tha pejgamberi alayhis salam, namazi është ngritje e besimtarit. Por çfarë qëllimi ka namazi? Namazi ka qëllim që ta largojë njeriu nga gjërat e shëmtuara dhe ta ndalojë nga gjërat e ndaluara dhe ta bëjë të jetë më i qetë, më i dashur për veten, për familjen, për shoqërinë, për rrethin që e rrethon. Sepse Zoti tha në Kur'an, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Pra namazi të largon nga gjërat e këqija dhe të afron me krijuesin. Andaj fale namazin që të jesh më i qetë dhe të kesh një jetë më të mirë dhe më të suksesshme.